Putin. Unë mendoj se aktualisht Bashkimi Evropian është jashtë loje në raport me Serbinë dhe në raport me serbët në përgjithësi. Ju thashtë më përpara, tash me qenë se është bërë kjo telefonatë në këtë kohë, kjo bisedë telefonike, a mund të ndërlidhet me faktin që në një farë forme Putini pati një farë lloj pranimin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Trumpi, pas sulmit që ja bëri Zelenski direkt? Drejt geopolitika normalisht do të ketë impakt edhe në Ballkanin Perëndimor. Vendimet e marra apo në marrëveshjet e përfundimtare që të ndodhin në mes Rusisë dhe Ukrainës detyrimisht do të ketë edhe impakt në Ballkanin Perëndimor dhe në shtetet këtu ku jemi ne. Çado që ndodh, sido që të jetë, kemi një harmonizim në të politikave të jashtme si asaj amerikane dhe ruse. Dhe kemi një gatishmëri të madhe për të arritur një marrëveshje gjithëpërfshirëse në mes tyre, duke përfshirë dhe unë mendoj se duke bërë një duke coptuar pjesën e Ukrainës në këtë fakt. Aty shihet se dy liderët apo dy fuqitë botërore do të bien shumë shpejt dakord për një arritje të madhe e cila do të sjellë dhe praninë amerikane në Ukrainë. I vetmi kusht që kërkon për momentin rusët janë që Ukraina në asnjë formë të mos jetë pjesë apo anëtare e NATO-s. Dhe kjo detyrimisht presidenti Putin e ngrit me një pozitë më të lakmueshme dhe më të fortë duke e shpallur veten si fitues i kësaj lufte, fatkeqësisht, kështu që po kjo arrihet përmes dy presionit amerikan i cili do të ndodh duke e gjynjëzuar fatkeqësisht Ukrainën në këtë fazë me çmimin duke ja marrë apo duke ju shkuar për të marrë xhehet e veçanta siç janë në Ukrainë. Në këto rrethana gjeopolitike, zotë Rashiti, ku është Kosova? Fatkeqësisht, Kosova është shumë në nivel tult të ndikimit apo të agjendës diplomatike botërore. Kosova duhet të ketë syçel dhe duhet në asnjë formë nuk duhet të përshkallëzoj apo të shtensionoj situata, apo të vonoj, apo të shtyjej disa procese, pasi që nuk jemi në gjendjen e mëparshme të presidentit Trump, kur atëherë në mandatin e parë ishte kryekëput i bashkangjitur dhe i pro-idejes për disa çështje apo për përfundim të proceseve. Sot, 8 vjet më vonë, kemi një raport shumë ndryshe, shumë e cila është në fund të agjendës amerikane. Fatkeqësisht, kjo po na ndodh dhe ne duhet të jemi shumë syçel. Nesër mund të kemi një marrëveshje shumë të keqe, shumë të dhimbshme dhe të pamundur për të kundërshtuar apo për të shtyrë si proces. Kështu që çado që ndodh, cilat do të jenë mundësitë, Kosova duhet në asnjë formë nuk duhet të largohet nga aleatët e përhershëm dhe duhet të rrihet në kontinuitet të vazhdueshëm me aleatët. A ka rrezik ose a keni parë ju si themi ndonjë indicje të vogël, ndonjë element se mund të ketë si themi kështu Kosova mund të largohet nga vëmendja dhe mund të ketë largim ose lëvizje të trupave të NATO-s nga Kosova me thekste veçantë amerikanëve. Gjithmonë në cilësinë e një studiusit marrëdhënie ndërkombëtare nga ajo që keni parë, nëse ne i shohim copa, ju mbas edhe mund ta bëni një rishikim pak më të mirë. Elementi i tërheqjes së trupave është elementi përfundimtar. Ajo çka ndodh, domthonë mund të themi është elementi i fundit. Ajo çka ndodh duhet paraprakisht duhet elemente politike vendimarrëse. Të mos të bim politika kosovare nuk guxon të detyroj politikën amerikane të marrë një vendim të tillë. Përkundrazi duhet të punojnë në vazhdimsi për të siguruar paqe, për të siguruar besueshmëri tek faktori amerikan, i cili do të duhet me çdo kusht do të duhet të ishte në Kosovë. Tërheqja e trupave bëhet si element për disa çështje. Elementi i parë kur ka mungesë
trupave në pjesë të tjera, dhe elementi i dytë kur prishin marrëdhëniet ndërshtetërore. Në këtë rast Kosova është pak rast sui generis, siç e potencojmë ne, dhe kështu që një tërheqje e tillë nuk besoj, e përgjithshme nuk besoj se do të ndodh. Mund të ketë ndonjë reduktim të numrit të disa ushtarëve, por asesi jo. Numri i përgjithshëm ose përfundimtar jo.